Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, do të flasim për iniciativën e fundit artikuluar nga Partia Socialiste për ligjin e referendumeve, ju e mbani mend. Më së pari ju përmend në një nga komunikimet sy në podcastet e kryeministrit Rama, i cili pretendonte se do të reduktonte numrin e deputetëve me pretendimin se do të kurseheshin 39 rrogat deputetësh, ndërkohë që në fakt nëse i referohemi kontrollit lartë shtetit sa i takon dëmit ekonomik në buxhetin e shtetit, shifrat janë kolosale. Deri dje flitej 1 miliard euro në vit minus nga buxheti i shtetit. Çfarë fshihet pas nismës së Partisë Socialiste për ligjin e referendumeve, kundërshtit e opozitës dhe shoqërisë civile, duke e konsideruar një nismë ligjore të njëanshme, edhe pse pretendimet e Partisë Socialiste janë që do të shtrihet në tryeza të gjera gjithëpërfshirëse diskutimesh. Më lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, është Angel Musaj, drejtori Gazetës Telegraf. Musaj, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si e gjykoni në vijat përgjithshme këtë iniciativë për referendumet, ndërkohë që demokracia e drejt për drejt duket luks i madh në këtë vend, Musaj? Juve bashkë me referendumin lexova edhe intervistën pak më parë sot, deklaruat që përveç referendumit një ngjarje jashtëzakonshme për sa i përket situatës së vendit është edhe reforma territoriale, të cilat janë shumë të lidhshme, territoriale dhe zgjedhore, që janë të dyja dhe që janë akoma më të rënda se çdo lloj referendumi ose që kërkon të fshej pasaj reformën zgjedhore dhe territoriale. Presupozoj që shtojtse e reformës zgjedhore do të jetë projekt ligji për referendum. Që po, sepse reforma territoriale është ajo që ti bën kalkulimet në tavolinë për sa i përket votave, njerëzve, përfaqësimit, çfarë nevojash kanë banorët, ku e ke pikën më të dobët që të derdhësh para nga krimi, nga oligarkia, nga njerëzit e tu, dhe këto i kanë të planifikuara shumë mirë. Ju me të drejtë thatë që kur u prish reforma zgjedhore me ato 373 komunat që kishte vendi dhe që u kthyen në 61 bashki, u deklarua që ne do kursejmë shumë para se kemi shumë njerëz që arrin kot, marrin parat kot, vinë vërdall kot, harxojmë, shpenzojmë kot. Po e di se ç'ndodhi apo jo? 61 bashkit kanë harxuar 31% më shumë fonde dhe projekte se ç'kishin harxuar të gjitha komunat bashkë. 47% u ulën investimet dhe 120%, 122% ishin abuzimi me taksat dhe të ardhurat taksat e qytetarëve. Nga ana tjetër, ranë të gjitha shërbimet. Çka u bë qëllimisht, mendoj unë, në mënyrë kriminale dhe antikombëtare, dhe kjo kërkon një hetim, sepse mund të futet nesër edhe në një genocid të pastër, pasi u lan zona të tëra pa shëndetësi, pa mjekim, pa mjek për fëmijë, pa mjek për nënën, pa mjek për nënën shtazane, pa mjek për pleqt, pa farmaci, pa shërbim veterinar, pa bakti, dhe nuk ka genocid më të pastër, çka detyroi të gjithë banorët e zona rurale të marrin narratin dhe t'ikin. Dhe askush nuk ndihet, i lan pa rrugë, pa ujë, pa gjendje civile, s'kishin ku të merrnin pensionet, s'kishin një telefon. Mos harrojmë se ishin zona tella dhe në vërtetë kemi celular, po është problemi që a i vën valet atje apo s'vën. Ja, këto ishin pjesë. A din ti përdorin apo jo, duke patur parasysh që kanë mbetur kryesisht mosha të treta. Aq më tepër pastaj kur pretendon që ti i ke rritë shërbimet, i 300 fishove të gjitha llojet e fondeve, ndërkohë që ke rritur në mënyrë maramendse me rreth 600-700 milion euro edhe gjoja shërbimet online. Ku në moment që ti rrit shërbimet online do të thotë që ti do të shkurtosh numrin e organikës. E di sa ka vajtur organika? Ka vajtur 185.000 të punësuar përveç se 23.000 sezonal. Gati 3 fishi. Gati 3 fishi. Ndërkohë që popullsia ka zbritur 1.7 milion. Në atë kohë kur bëj fjalë për 3.4 milion banor. 3.3 milion, ka zbritur 1.7, gjysmë për gjysmë. Ne nuk do të kemi më shumë se 50-55.000 të punësuar në shtet. Dhe shërbimet nuk janë përmirësuar, Musaj, për më tepër. Shërbimet janë skandaloze, ja tek i kete sot, janë ngritur të gjithë në këmbë, se sot është data 31, duhet të deklarojnë të gjithë të ardhurat tyre dhe të punësimit privat dhe shtetëror,
dhe ti nuk ke akses, ke që dje, nuk ke akses të akshi, sepse është i blokuar. Dhe ai thot, ka pas fluks, nuk më intereson fare. Ti i detyruar që ti të respektosh, në të kundër do shtysh shafatet, e para dhe dyta atje nuk është sot. Ti ke 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, kjo punë është me akshin. Nuk pranon do bilancet, nuk pranon do deklarimet, nuk pranon do të shërbime tjera, duhet të çojë NATO në ngrihen ekonomistët janë bërë turni 3 e juristë e administrator, sepse nuk kapin dot akshin, një aksh i cili është i shpartalluar. Është kthyer në një vatër grabitqare, në një bank të mirëfillt, në dorë të kuçetrave të pushtetit. Për të ardhur te referendumi, sigurisht që ju... Pse u kujtua sot, Musaj? Deri dje ka qenë krejt indiferent Rama Partia Socialiste për referendum. Nuk ka çfarë duhet thotë. Për çfarë duhet thotë e me çfarë do ta merret. E para është kjo që thamë që do të mbuloj çështjen e reformës administrative, që është shumë e rëndësishme, ti di se shitet. E para. E dyta është për të hedhur një lloj tymnaje që gjuaja unë po krijoj një liri demokratike për sa i përket kërkesave që mund të ketë dhe opozita dhe mund të jetë përbashkët. Për çka ka ngelur tani për çështjen e referendumit? Për çfarë do të diskutosh? Ti për referendum nuk diskutove kurrë dhe asnjëherë nuk ule për të thënë, ore, vlen kjo reformë administrative apo nuk vlen? A jeni për reformë administrative apo nuk jeni? Këtë duan. Pak më parë ju kishit banorët e Riollit. Askush nuk u çua ti pyet sa ta banorët e Riollit. Ore, ju doni resortin këtu apo nuk doni? Ata janë në protest prej... Këtë presupozon referendumi, dhe referendum ka referendum lokal, ka kombëtar. Ti nuk e realizove. Do të bësh ti referendum. Po, do t'i bëj referendum banorëve të Tiranës. Ora, a doni kulla ju në Tiranë apo s'doni? Ky është referendum, këtu është qetësime të qytetarëve. A doni herë tjetër çfarë do të bëj referendumi? Do t'i thosh banorët Vlorës, ora doni t'u aprish portin e Vlorës unë dhe Durrësit, t'u aprish portin e Durrësit. Dhe këtu të cilët sa të huajt, sa alabare, sa oligark që s'merret vesh për të ndërtuar këtu kullat e tyre të hotelerisë dhe ju portin dhe ato që është shporta e ushqimit të shqiptarëve dhe të biznesit dhe të tregtisë të amarta degdis. Nuk e bëre këtë referendumi. Ato janë ato çka kërkon referendumi. Për këto ka nevojë shqiptarët. Nuk ka nevojë për këto lojrat e lulet e këto parfumerite, këto pudrat që kërkon t'i bëj kryeministri e qeveria në këtë periudhë, e cila është një nga kushtet, se është një nga kushtet që Bashkimi Evropian kërkon dëgjesën e zërit të qytetarëve. Dhe referendumi është një lloj dëgjese. Dëgjesa kur nuk bjen dakord, kur ka mosmarrëveshje me qeverisin, do të kalojë referendum. Ti ke marrë gjithë zonat e ke kthyer te paketa e maleve. Ç'është kjo paketa e maleve? Ma thoj, cili është qëllimi? Po më the cili është qëllimi, po ti a e kishe paketën 100 fshatra dhe e vodhët gjithë parat. I vodhët. A e kishe ti... As për proceset integruese në Bashkimin Evropian nuk i ka pyetur ndonjëherë, i referohemi editorialit përbashkët me ose editoriali përbashkët, para një çështje kombëtare është nga çështje më madhore dhe është e patolerueshme njerëz dhe nuk mund të bëhet asnjë lloj kompromis. Vetëm ai që është tradhtar dhe ai që nuk është shqiptar dhe është antikombëtar mund ta pranojë gjë të tillë. Por ai çka ka bërë? Ne kur kemi diskutuar bashkë shumë herë e kemi thënë se që një nga problemet kryesore të këtij vendi është zhbërja e njeriut. Nëse në kohën e diktaturës si kishe atë postulatin që të bëjmë njeriu në eri, të ngrem njeriu në eri, tani është ta zhbëjmë këtë njeri. Domethënë ta shpëlajmë trurin këtij njeriu të mos ditë të kuptojë se ç'është vlera, ç'është një familja, se ç'është qytetërimi, se ç'është prona, se ç'është pasuria, se ç'është vlera kombëtare. Prandaj po kërkojnë ta zhbëjnë, duke zhbërë edhe duke larguar sa më shumë. Ku ka më turp më të madh se sa ti të kërkosh sot që të marrësh të huaj se s'ka mund të për punësim, ndërkohë që elitën tënde dhe sondazhi i fundit e tregoi që shqiptarët janë një nga vendet me intelektin më të madh ballkanik dhe europian. Futet në rrethin më të lartë të nivelit intelektual. Thjesht edhe si qenë edhe si racë shqiptare. Ti e more e largove. Pse largove? Sepse duhet silli ata të tjerë. Këtë duhet silli nga vendet arabe, nga vendet aziatike. Pse? Se ata nuk votojnë. Pse? Se ata nuk çojnë protesta. Pse? Se ata përdoren shumë kollaj. I keni parë çfarë bëjnë për rrugët e Tiranës? Me motora, me taksia, bërë taksixhin tani. Kanë marrë sapateta. E di pse ndodh kjo apo jo? Se po merr me trafik droge të gjithë. Ky është problemi. Me kontrolloj, verifikoj.
Le të çohet policia dhe shteti, le të verifikojë të gjithë makina, motorra, taksit, shikosh se çfarë do të gjesh atje brenda. Musaj, prej vitesh janë është kërkuar ligji për referendumet nga grupe të ndryshme shoqërore, asnjëherë nuk ka patur vullnet nga mazhoranca përtatuar përpara. Dhe aktualisht çfarë i pengon qytetarët për demokracinë e drejtë për drejtë? Ka ndonjë pengesë ligjore kushtetuese? Jo, nuk ka pengesë ligjore kushtetuese, pasi demokracia direkte është demokracia nga populli. Edhe Parlamenti Evropian, edhe Këshilli i Europës, edhe Bashkimi Evropian e kanë ngritur shpesh çështjen e demokracisë direkte nga populli që është referendumi. Por ti edhe kur mblidhen votat, dhe unë di shumë shoqata, të cilat i kanë mbledhur vota dhe shoqata dinjitoze, të cilat janë marrë me procese zgjedhore dhe kanë vajtur në KQZ dhe aty janë bllokuar. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur sepse atë që OSBE Odili tha dhe në zgjedhjet e fundit, atë që ka thënë dhe Parlamenti Evropian, këtu kemi parti shtet. Domethënë, që nga maja e piramidës deri në fund ka një zinxhir i cili është një hall që nuk futet kollaj, e cili e drejton ai lart. Pra, KQZ-n e drejton qeveria, KQZ-n e drejton partia, janë bashkë, janë hallka të lidhur me njëra tjetrën. Dhe kjo do të thotë, këtë pyetje ne do ta bëjmë edhe Celibashit. Por për çfarë ke kthyer ti referendumet që të kanë dërguar? S'ke bërë një referendum ti. Cila është arsyeja? Sepse ka ne KQZ që të merret me organizimin, ai s'e ka pranuar fare. Pse nuk e ka pranuar? Dhe gjithë Celibashët që kanë qenë para Celibashit, kur flasim për KQZ-n, për absolutisht edhe gjithë Celibashët, të Majtë të Djath, të Ramës dhe të Saliut bashkë, po deshe. Janë e njëjta pjellë e kësaj. A do ti që të bëje një referendum që të kishte vlera edhe për interesin e qytetarëve dhe vlera kombëtare? Ishte që në momentin që, ora, ju pëlqen ky sistem zgjedhor ju apo jo? Ku unë me 48% të votave marr 62% të mandateve. Ose 70% të mandateve. A jeni dakord për listat e mbyllura juve për shembull? Tjetër, a jeni dakord ju që kryetari i partisë të zgjedhë deputetët, të zgjedhë të përfaqësuesit tuaj, jo deputet, përfaqësuesit tuaj, sa ata nuk janë deputet më. Në moment që i zgjedh kryetari i partisë, i cili çdo parti ata nuk quhen më deputet. Ja, këto janë ato problemet që ne duhet diskutonim. Zoti Musaj, edhe pse nuk kanë filluar zyrtarisht këto tryezat e pritshme gjoja të konsultimeve, përfaqësues të shoqërisë civile kanë reaguar dhe dikush prej tyre thotë se vërejmë formulime kontradiktore në draft që pamundsojnë suksesin e një ligjit të tillë të referendumeve, por që synojnë ndryshime të njëanshme të kushtetutës edhe kanë fjalën pikërisht tek reforma zgjedhore. Dhe për më tepër pretendimi i tyre është që qytetarët nuk do të mund të thonë fjalën e tyre, por do të shërbejnë thjesht dhe vetëm si fasadë. Unë mendoj dhe gjykoj që pas kësaj të fasade referendare, sigurisht që fshihen ato ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese, të cilat u turmentuar me aq shumë zhurmë, përsa i përket reformës së drejtësisë, vettingut më kriminal që është bërë këtij vendi, dhe unë e kam theksuar dhe nëse ju kujtohet, unë kam cituar shpeshherë një nga ikonat e intelektuale të Shqipërisë, siç është Aurel Plasari, i cili ka sjell dhe ka shqipëruar vettingun e Hitlerit, dhe ky përshtatet në mënyrën më të saktë vettingu shqiptar në Shqipëri vettingut të Hitlerit. Vettingu i Hitlerit kishte një parim. Kur Hitleri e pa që nuk e kapte dot, nuk merrte dot votat, kur nuk e përkranin qytetarët, kur ata e kishin mendjen vetëm për të krijuar një shtet diktatorial Hitleri, atëherë u detyrua çfarë bëri? Filloi vajti dogji parlamentin për të sajuar arrestimin e deputetëve. Nga ana tjetër mori policinë dhe forcoi policinë dhe i dha pozita aq të forta policisë, saqë e vuri në ndjekje dhe në survejim të prokurorëve dhe të gjyqtarëve, sepse prokurorët dhe gjyqtarët nuk po pranonin të merrnin vendime nga Hitleri. Dhe duke i vënë në përgjim prokurorët, gjyqtarët, ku rrinin, ku hanin, ku pinin, çfarë familje kishte, duke bërë presion, filluan të bënin të kapnin pjesë duke i joshur, duke paguar, duke futur gjyqtar të rinj, duke futur prokuror të rinj, të cilët ishin militant të partisë naziste. Dhe pasi kapi gjyqësorin dhe prokurorin, atëherë filloi të sulmonte krerët dhe partitë opozitare, siç ka ndodhur edhe në Shqipëri. U ka policia,
u kap drejtësia, Lasari e përktheu para apo pas implementimit të reformës në drejtësi? E ka përkthyer para diku 15 vjetësh, më përpara, 15-20 vjetësh, dhe thoshte të paktën në 2016, unë e kam dhe një material të plot të interviste që ka dhënë, me një gati 3 numra, dhe thotë që kjo reformë drejtësi do vi një ditë që do të pendoheni se ky nuk është vetim, por ky është një lloj sajese për interesa politike të një klanit caktuar që është sot në pushtet dhe që do të mbajë gjatë pushtetin. Dhe duke shpjeguar dhe këtë gjë. Thashë një, unë e kam publikuar dhe edhe së bashku e kemi diskutuar në pak të pjesë dhe ne jemi mot a mot në të njëjtët kategori në të cilën po diskutojmë sot, ku kjo reformë pasi e kapi, e përdori, pasi ju kthye tani në bumerang, sepse ndryshe nga koha e Hitlerit, tani ka dhe një bashkim evropian dhe ka një Shtetet Bashkuara të Amerikës që është shumë i konsoliduar e nuk është më ajo bota e ndarë mes lindjes së perëndimit, as në lindje as perëndim, por duke qenë më e konsoliduar, duke parë që ka vënë përpara përgjegjësisë edhe organet e vetingut, edhe ata që kanë paguar parat, taksapaguesit amerikan dhe europian, kjo ka bërë që të tremben një çik. Por gjithsesi ai ka bërë një dëm të madh demokracisë, e ka përdorur policinë për të arrestuar zvarre, siç ishte rasti i Metës, të politikanëve shqiptarë dhe të liderëve, duke mbajtur në presion kryetarin e Partisë Demokratike, kryetarin e Partisë Republikane, e shumë drejtues, dhe në krau tjetër ka goditur disa kundërshtar të vet brenda radhëve, të cilët i ka përdorur më shumë se sa i janë dashur, por ata të cilët janë shkaktarë dhe dëmtuesit dhe bresit më të mëdhenj të parave të sistemit ekonomik dhe financiar, ata nuk guxohen sot i preki, por rrin vërdall sepse ato kanë, besoj, materiale shumë të rënda komprometuese. Kështu që mendoj që demokracia shqiptare e ka të domosdoshme referendumin, por e ka të domosdoshme jo për to qëllime ku kërkohet të hyjet dhe të ndërhyjet në reformën zgjedhore, ku kërkohet të ndërhyjet për të zhbërë vetingun, për të ulur kompetencat prokurorisë, se pastaj nëse ti ja merr si pushtet për çfarë do. Ti sot nuk po bën në parlament, nuk ke të drejtën të bësh të thrash një interpelancë për vetingun, për krimin, për korrupsionin, për paketën ekonomike, për abuzimet, që detyrim kushtetues nuk të shkon asnjë dhe nuk të mbledh sepse ai të argëzon me vota. Ti e ke detyrim, ai nuk thot e miraton ti apo jo. Ti mund të caktosh vetëm kohën, nuk e caktoj brenda muajit di javën e parë, po e caktoj të dytën. Por do ta caktoj javën e fundit. Dakor, por ti nuk ke të drejtë ta ndalosh. Ky është problemi. Musaj, po mirë, kaq naiv i din qytetarët shqiptar nga njëra anë përballen pas çdo para dhe pas xhanëm, pas çdo procesi zgjedhor me raportet ose ODIHR që nxjin sa i takon proceseve zgjedhore dhe nga ana tjetër pastaj pretendohet për t'i thirrur qytetarët në sondazhe referendume gjoja me para publike dhe qytetarët kanë besim tek integriteti i procesit? Po të njëjtën gjë përdori atë që neve diskutuam pak më parë, që të njëjtën gjë përdori edhe me ato dëgjesat publike. Apo pyetësorët zarfet që futeshin poshtë derës së shtëpisë. Do e kenë harruar qytetarët sa më pak kohë. Edhe jemi pak a shumë të njëjtin situatë, ku kërkon tani që të laj duart mbas gjithë këtyre skandaleve, mbas gjithë kësaj marrëzie, mbas gjithë kësaj hipokrizie ku thoshte që reforma është e paprekshme, është diçka e veçantë. Pse do rynte? Pse nuk i jep të drejtën ti prokurorisë Spakut, edhe pse unë nuk kam besim te 50% e atyre që janë atje nuk kam besim se janë militant politik ose të kapur me shumë arsye të tjera dhe të cilët përdoren nga qeveria në pushtet, qoftë politikisht, qoftë për interesa të tjera. Por gjithsesi ti pse nuk i jep të drejtën që të fillojnë hetimet? Ai nuk po thot as ta dënojmë filanin, as mos e dënojmë. Ti jepi të drejtën që ti heqësh imunitetin, këtë që të kërkon ligji ty. Pastaj është gjykata që vendos. Mos u merr fare me atë punë. Ti po heq imunitetin, e të doj prokurori, të thot unë do të arrestoj tani, nuk e arreston dot pa vendimin e gjykatës. Nuk e arreston dot. Pse nuk e bën një gjë të tillë? Nuk e bën se ke frikë. Ndërkohë me krerët e opozitës sjellja ka qenë krejt ndryshe. Po ne diskutuam, jo kaq, po janë nga ato raste kur thuhet që do të arrestohet ish presidenti dhe ish kryetari i opozitës dhe jam i pakënaqur, po nuk utërojshin 100 metra zvarre. Ata të gjithë do të vënë në burg. Ata që kanë qenë atje, ata që kanë sajuar, të gjithë këtë maskarat do të vënë të gjithë në burg dhe do vënë në burg. Do vinë një ditë do vënë në burg. Këtu do të jemi.
siç po iki një nga një drejtor të policive me bish në shal, sepse janë të ndikuar, të futur në krimi, të lidhur me krimin, edhe ato ai rast është rasti më flagrant. Edhe emërimet e reja nuk po ikin pa pretendime të ngritura akuza nga opozita, Musaj. Këtu jemi parti shtet, nuk e lëshon kullaj, sepse gjithkush e di se ku ka gabuar dhe gjithkush e di se sa dëm ka bërë. E di. Por mund ka bje edhe i merak tjetër. A është kaq transparente sa po diskutojmë ne opozita shqiptare? A është kaq e gjallë? Është qëllimisht e përgjumur, nuk di, apo nuk do të prish ekuilibra? Ka ndonjë marrëveshje të fshehtë apo ka ndonjë diçka që nuk shkon? Dhe ka një parim që... Se e gjukoni të përgjumur? Po e gjukoj sepse ka është shprehje e vjetër e Konfucit pak a shumë që kur nuk bën dot, kur s'arrin dot një gjë të paktën hap rrugën, ta bëj një tjetër. Tani çfarë do të themi më tepër ne? Tani kemi 15 vjet që ankohemi. Po çfarë do të themi më tepër? Nuk e bën dot. Po nuk e bën dot. Shkurt nuk e bën. Ka shumë arsye. 1001 arsye të kenë, nuk e bën dot. Lëre një dikë që e bën. Lëre një dikë që e bën. Nuk e suport të brendshëm, nuk e ke atë ndjeshmërinë e brendshëm, po nuk e as mbështetjen e jashtme të partnerëve strategjik. E kupton që nuk e ke. Ata nuk e mbutallën ata. Ka një arsye që nuk besojnë. Sepse dinë që Profesor, rezolutat të rëndësishme janë miratuar, Musaj. Ato janë miratuar, dakord, janë plotësisht dakord, po janë dhe partijake. Domethënë të krau të djathtë dhe të krau të majtë. Problemi është a ke një besueshmëri, një rezolut zyrtare të institucionet zyrtare, të Departamentit Amerikan të Shtetit, të Parlamentit Europian dhe jo vetëm thjesht të partive të PPE-ve, po thonë. Kështu që ky është problemi. Tani unë nuk du që ta rëndoj dhe të futemi në këto gjëra, por tani të gjithëve u shequr non grata. A mund të thrasim çik mendjes? Ora pse s'po e heqin zoti Berisha non grata? Vetëm kaq. Se kaluan ikën një vit e ca apo jo? Pra kjo është pengesa non grata. Po ikën një vit e ca. Në 1 janar ka marrë mandatin Trumpi të kaluar. Ikën një vit e gjys. Në nëntor janë zgjedhjet për Kongres. Edhe Bërmakit dhe umbet. Fakti që Blinken është non grata në SBA nuk e heq non gratën në Shqipëri. Po pse se heq arsye? Por në pas edhe nuk e duan më vëlla tani. Të respektojmë, të falenderojmë për gjithçka të mirë që ke bërë, lere një brezit të ri, të djathtë, demokratësh, ka sa të duash, të shkolluar dhe brenda dhe jashtë vendit, njerëz të përgjegjshëm dhe me ndërgjegje dhe të pastër dhe të pakapur. Tani merret se tani kjo punë duhet parë drejtë që mori. Se dakord, nuk do ndihemi, nuk ndihemi. Po atë nuk kemi pse ta ankohemi më pastaj. Musaj, minutat ikin dhe un kam shumë domosdoshmëri, do thoja t'ju pyes për heshtjen e SPAK-ut. U bën disa muaj me drejtues të ri, ndërkohë që nuk kemi ndonjë reagim konkret sa i takon. Është si shprehja e popullit gjitha që u bën zgjedhjet për kryetarin e ri të partisë, apo u zgjodhi vjetri, fitoi vjetri prap. Edhe kjo punë jam brenda llojit të gjithë. Më shumë i kemi dëgjuar zën i shkreut të SPAK kërkon shoqërus, bodyguard, etj, ndërkohë me kreun e ri të SPAK çfarë bëhet? Dhe kur pyes për kreun e ri, natyrisht pyes për prokurorinë e posaçme. Po sepse duke u goditur nuk e përballojmë dot rëndesën dhe presionin e jashtëzakonshëm që i bën qeverisja, dhe normale është që një qeveri shumë e ashpër të godet me të gjitha mënyrat dhe mjetet që do të thotë. Keni fjalën për votat në parlament? Jo në parlament, jo edhe në jetën e përditshme. Pra, nëse prokuroria jepi vendim dhe unë si polici nuk e zbatoj, çfarë do bësh? Çfarë do bësh ti? Nëse ti thua arrestoj këtë filanin ose i ke merr ndaloje shoqëroje, unë vi të shoqëroj ty, çfarë do bësh ti? Të bllokoj derën. Ku duhesh ti, te gjykata, te prokuroria? Ku të duash ti? Çfarë do bësh ti? A ishte domosdoshmëri për publikun Musaj që të dilnin të sqaronin pse i shkreu i SPAK kërkon mbrojtje të shtuar? Po patjetër që duhet bërë kjo transparencë. E para, pse e bën një, e dyta, cila është arsyeja? Në përgjithësi ndodh, edhe nga praktika dhe nga përvoja ime, jo e vogël, edhe me sistemin penitenciar, çdo i dënuar, kur dënohet drejt, sado pa kënaqësi të ketë ndaj gjyqtarit, ndaj prokurorit, ndaj policit që ka arrestuar, në fundit ai nuk e pranoi 100% fajin e vet, por
është i ndërgjegjshëm që nuk i është rënë me qafë. Dhe ky është parimi bazë. Dhe ata e dinë që jo, unë e bëra këtë, nuk më ndihmoi, duhet më jepte minimale, nuk më dha maksimalen, por nuk më ka bërë dëm. Ata që kanë frikë, në përgjithësi janë ata të cilët e dinë dhe e ndjejnë veten kur përtej ligjit dhe kodit dhe kushtetutës kanë punuar edhe me statutin e partisë. Këtu gjërat pastaj ndryshojnë. Dhe këtu ka dhe përgjegjësi. Gjithsesi, unë mendoj dhe një gjë tjetër që nëse do të zhbësh një komb, është arsimi. Merre shkatërroje kombin nga arsimimi, lërë në atë vend sa më shumë njerëz mjeran të paditur, të cilët i indoktrinohen shumë kollaj, gënjehen shumë kollaj dhe joshen, qoftë edhe me një pjatë pilaf apo sup, kur ti i merr në pallat brigadave apo diku tjetër në institucion para zgjedhjeve, sa për t'i thënë që ja na thriti X dhe Y. Bëm një foto me... Mbedhe një foto. Këtë e bëjnë njerëzit mjeran. Ata njerëz që janë të ditur, të arsimuar, të shkolluar, ata nuk manipulojnë dot kollaj. Prandaj një nga arsyet që përse nga viti 2013 arsimi shqiptar ka degraduar në mënyrën më të paimagjinueshme. Prandaj të rinjt shqiptar kanë marrë rrugët e Europës. Prandaj janë arratisur. Prandaj kanë ikur. Po të shikoni vendimin e dieshëm, e fundit ishte që një kompanie private, siç është fondi shqiptar amerikan, i cili aktualisht është 100% privat. Është privat, nuk ka më fond, emri ka fondi amerikan, është si pune X institucion, s'po zë emër, mos i bëj reklam, që i vën një emër kot amerikan, gjerman, drejt shqitan, nuk ka lidhje fare. Kanë marrë dhe i kanë dhënë provimet e shtetit dhe maturën do ta marrë në dorë ky fondacion. Ky do ta organizojë, ky do organizoj provimet, ky do organizoj tezat, ky do organizoj korrigjimet, ku ndodh në një vend të botës për që ti t'i japësh. Tu s'ka nevojë për referendum. Tu s'ka nevojë fare sepse aty pastaj do marrin dhe parat ata. Do shkrinë atë institutin e akredituar shtetëror dhe do japin këtyre. E kush janë këta? Janë ata që shkatëruan Butrindin, janë ata filogrekët të cilët bënin të gjitha insinuatat se Butrindi e Saranda dhe Greqia e ka kufilin deri aty ku rrëzuan urat e Librazhdit në Shkumbin e me radhë. U dash ka një emision i posaçëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe është e patolerueshme që si mund të jepet një kompanie të huaj ku në përbërjet të saj, në bordit saj janë anti-shqiptar, të jepet arsimi dhe kultura shqiptare. Po sidomos çështja e arsimit dhe shkollës shqiptare. Musaj, do na duhet një emision i posaçëm për këtë çështje, se natyrisht edhe ajo është shumë e rëndësishme. Unë ju falenderoj shumë për edhe unë falenderoj ju dhe gjithë dëgjuesit, edhe ndoshta çik edhe emocionalisht duke qenë nuk themi se jemi shumë, por e fuz veten tek ata që jam shqiptar dhe më pëlqen patriotizmi shqiptar, ashtu sikurse më pëlqen që sot Dardania, Kosova të kualifikohet për në finalet e botërorit. Urime Dardani sot. Faleminderit Musaj. Faleminderit. Falenderime edhe ju zonja dhe zotrina Ndoqët.